Për Albin Kurtin, unë mendoj që, pra po e them, dikush që ndohen atë shumë, dikush që ka atë shumë autokraci, dikush që në fakt në thelb do ta polarizoj shoqërinë, dikush që Kosovën dikuj që Kosova e ka dhënë atë shumë besim. Po, e ka dhënë shumë besim. Dhe atë besim i ka kthyer në asgjë. Shihni, qytetarët e Kosovës në zgjedhjet kur ka fituar qeveria e Albin Kurtit, i kanë dhënë besimin më të madh që mund ta ketë një lider shqiptar ndonjëherë. Çfarë kanë marrë qytetarët e Kosovës ka Albin Kurti? Kanë marrë konfrontim, varfrim, faktura të papërballueshme të energjisë elektrike, afera korruptive me shitblerje të energjisë elektrike, polarizim, përçmim, degradim të shtetësisë së Kosovës, izolim me sanksione, një lider polarizues, konfrontues, ndarës, një lider që e ka mbi të gjitha të rëndësishme kultin e vet, që provon të merr hisën e historinë e shtetit Kosovës. E sheh këtë si arsye? Absolutisht. Unë mendoj që përpjekja e tij për të marrë rol e hisën historinë e shtetëndërtimit të Kosovës është ajo që atë e shtyn të jetë i tillë. Që të degradoj, dobësoj qytetarin, të dobësoj mbi gjitha shtetin e vet. 5 vjet janë 5 vjet të humbura, sepse Kosova në qeverisjen e tij nuk ka përfituar asgjë. 5 vite të izolimit, të mungesës së asnjë projekti kapital. Staradrani është një urë që përmendet në qeverisjen e tij dhe merreni me mend çka ka premtuar Albin Kurti kur ka në pushtet. Do të mbahet mend për liderin që nuk e ka mbajt asnjë prej premtimeve të tij, por ka ushqyer masat me përqarje, e ka polarizuar, e ka nda shoqërinë dhe i ka nda familjet tona, vëllezërit ndërmjet vete.